nderuara rini, i nderuari kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve, zotëri Mehmet Zenka, të nderuar kolegë, ju falenderoj për pjesëmarrjen kaq masive në këtë tubim të rinisë. Desha në pika të shkurta t'ju flas për historikun e Unionit Demokratik të Shqiptarëve. I formuar në vitin 1993, është Partia Nacionale Shqiptare e cila ushton me pritarinë në martëzi, konform standardeve demokratike, angazhohet për të përmirësuar dhe për definuar pozitën dhe statusin e shqiptarëve si pakicë nacionale në martëzi. Në vitin 1993, si kryetari i parë u zgjodh i ndjeri zotëri Bajram Rexha. Nga viti 1996, kur u zgjodhen 2 deputet, Unioni Demokratik i Shqiptarëve për vite me radhë ishte zëri i shqiptarëve në Parlamentin e Malit të Zi. Gjatë historikut të vet, 20 vjeçar, këtë parti e kanë drejtuar 4 kryetarë. I ndjeri zotëri Bajram Rexha, i ndjeri zotëri Fuat Nimani, zotëri Ferhat Dinosha dhe kryetari i tashëm zotëri Mehmet Zenka. Kjo dëshmon me vetë faktin se kjo parti ka frymë demokratike. Siç thot edhe emri vet Union, neve jemi të shtirë në të gjithë territorin e Malit të Zi ku gravitojnë shqiptarët. Kemi degën në Malsi dhe ushtrojmë pushtetin në komunën urbane të Tuzit. Gjithashtu kemi degën në Plap dhe në Guci dhe degën në Rozhaj që nga formimi edhe deri në ditë sot. Pjesëmarrja juaj në këtë numër ngrit optimizmin ton dhe shton vendoshmërinë që Unioni Demokratik i Shqiptarëve të jetë edhe më tutje zëri i vërtet i shqiptarëve në Mal të Zi.